edhe diçka tjetër. Qeku apo qeko? Tash kjo është një çështje shumë private e familjes sime, edhe unë një pafund raste të tilla që kanë një problem me mbiemra të familjes. Kjo është një histori e familjes sonë, sepse ka pas të tillë familje që kanë argumentuar që ajo oja ka qenë një farë imponimi një sistemi tjetër, dhe mbas lufte ka fillu të rregullohet, të adresohet kjo çështje një padrejtësi historike që është bërë familjes sime. Tashmë kemi mbrim pikën ku pjesa më e madhe kanë rregullu. Unë kam qenë pak më i padisiplinum për me shku deri në komunë e në Zyrët atje për me bë këtë korrigjim. Po për shembull vllau im ka qeku. Pjesa më e madhe e familjes e kanë rregullu. Unë kam mbet me shku, po kam qenë shumë i zënë resul në angazhime, edhe kam mbet veç me shku me u bë ky korrigjim. Përsëri është një farë, të themi, tendence për ta lidhur me nacionalitetin këto. Po, shteti ynë është shtet i qytetarëve të vetë, me shumicë shqiptare, po në bashkëjetesë me të gjitha grupet e komunitetit. Në këtë rast, kur po mbën sulmet në raport me përkatësinë etnike, unë këto nuk po e shoh si çështje personale më. Kjo çështje e shoqërisë, çështje jone e përgjithshme. Ne kemi diversitet kulturor, kemi diversitet etnik. Ky është shteti ynë, kjo është republika jonë, kështu është kushtetuta jonë. Mendoj që është fyrje, është diskriminim ndaj qytetarëve që kanë përkatësi tjetër etnike, që etnia e tyre të përdoret për të më sulmu mu. Është e ulët, edhe besoj që edhe kjo është e izoluar në ato zyrët e këtyre që i bëjnë fushatët e kundërshtarëve të mi, po kjo tregon edhe diçka tjetër. Kjo tregon që realisht nuk po gjejnë në arsye të qëndrueshme për me sulmu, me më kritiku, e pak po merren me çështje të parancishme, prej ardhja e një shkronje mbiemrit. Unë drejtë me thënë edhe po gëzona se po shoh që nuk kanë argumente, po mirën me çështje triviale. Me të kallëzu drejtën, mu ma shumë shqetësojnë që to, si qytetari këtij vendi që vazhdojnë edhe për te politikës, edhe për te fushatës, se sa kush do ta bëj më të bukur një shesh apo një shesh tjetër. Ato janë çështje që se cili është i bukur, por nëse këto vazhdojnë të jenë pjesë e debateve, kjo është më shqetësuese sepse pastaj bartet edhe në diskutime brenda familjes, brenda shoqërisë, dhe kjo është çështje pse e diskutova në fillim. Për këtë arsye unë asnjëherë nuk i kam përdor hapësinat e mia të komunikimit publik për të folur për këtë çështje, sepse mendoj që këto çështje duhet të mbeten aty ku janë, në margjina, të mos i japim shumë rëndësi, sepse siç po thua edhe ti, këto pastaj shndrohen në konflikte brenda shoqërisë, janë të dëmshme, bile mund me qenë edhe të rrezikshme. Unë jam këtu për të ofruar më të mirën time, edhe si përvojë, edhe si dije, edhe si program për Prishtinën tonë, dhe le të jetë kjo një garë e koncepteve. Faleminderit shumë. E kemi nisë kështu bisedën libero.